Nuk e kemi ditur që një projekt ligj i përket detyrimeve të integrimit, ndaj dhe nuk kemi votuar. Këtë të lutem mos ja ngarkoni kuvendit. Shumë faleminderit, zëna Tabaku replik. Zoti kryetar. Zoti kryetar, kushdo që flet në këtë parlament, minimumi duhet mbaj përgjegjësi për fjalët që thot. Në konferencën e kryetarëve un kam qëndruar gjatë gjithë kohës diskutimeve, kam folur dhe për komisionet hetimore dhe mbas diskutimit jam larguar për të drejtuar një komision tjetër. Po pak rëndësi ka se këtu parlament çfarë nuk po thuhet e nuk mban njëri përgjegjësi, jo më për gënjeshtrat. Së dyti, i kemi kërkuar në konferencë kryetarëve listën e ligjeve, nuk është publikuar, pa ajo lista atje me 23 ligje është asgjë krahasuar me votën kundër imunitetit të zëvendës kryeministres. Ajo është vota që duhej për integrimin. Vota për imunitetin e zëvendës kryeministres, ajo sot po e mban peng procesin. Lista me 23 ligje, në qoftë se do ishte ndarë me opozitën, do ishte diskutuar me opozitën, sigurisht ashtu siç është bërë në disa fusha të caktuara, sigurisht që do kishte pas debat, do diskutoni me kundërshtit tona, do ishte mbështetur ose jo, është çështje tjetër. Po kjo është histori. Sot Shqipërinë po e mban peng ajo vota kundër imunitetit Belinda Ballukut. Ai është problemi kryesor. Pastaj këto lista që tunden këtu në parlament për retorik boshe, për politikë të ditës, janë thjesht gënjeshtrat e radhës sa për të kaluar edhe ditën e punës sot. Faleminderit. Faleminderit. Sipas radhës, zoti Agron Shehaj, më pas zoti Erald Kapri kanë kërkuar fjalën për procedurë. Faleminderit zoti kryetar, kam bërë një kërkesë. Jeni pas zotit Kapri zoti Hoti. Kam një listë, po ka një rregullor dhe ka një listë. Tani do ta respektojmë listën apo jo? Po doni ja u lexoj dhe tani listën. Zoti Agron Shehaj, zoti Erald Kapri, zoti Klidi Hoti, zoti Samir Koreshi, zoti Luciano Boçi, zoti Sali Berisha, zoti Tomor Alizoti, zoti Tedi Blushi. Kjo është lista që kam unë këtu. Elektronika mban radhën digjitale. Radhën e kërkesës. Në rrugë digjitale, jo manuale. Zoti Shehaj, ndjes. Faleminderit zoti kryetar, kam kërkuar një interpelancë zoti kryetar prej vitesh, por kërkesën e fundit e kam bërë në tetor të vitit kaluar. Një interpelancë me ministren e infrastrukturës në lidhje me skandalin më të madh të këtyre 35 vjetëve. Për çështjen Thuman Kashar, zoti kryetar, dhe jo vetëm nuk është lejuar interpelanca, por ju e keni hequr nga programi punës, zoti kryetar. Keni hequr në mënyrë totalisht arbitrare një kërkesë për interpelancë. Dhe justifikimi që gjoja ministrja nuk është më në detyrë nuk shkon, zoti kryetar, sepse ndërkohë janë bërë interpelanca. Zoti Kapri ka bërë një interpelancë me ministren, kishte kërkuar interpelancë me ministren Koçiu, si ministre e punëve të brendshme, dhe bëri me ministrin e ri të brendshëm. Si është e mundur që zhduken kërkesat për interpelancë, zoti kryetar, nga programi punës? Ju nuk mund ta shmangni llogaridhënien, zoti kryetar. Duhet të dilni para shqiptarëve, tregoni se si keni vjedhur paratë e tyre, se si Belinda Balluku, kjo qeveri dhe ushtari Ulaj ka vjedhur dhe po vjedh 1.3 miliard euro nga paratë e qytetarëve shqiptar. Nuk e shmangni dot llogaridhënien. E tentuat në të gjitha mënyrat, me gjykatë kushtetuese, me votën kundër arrestimit të Belinda Ballukut. Sot me urdhër të Edi Ramës është mbledhur kolegji i bashkuar i gjykatës së lartë për të shmangur për të nxjerrë nga burgu të akuzuarit për korrupsion, ose për të shpëtuar nga burgu ata që sot janë në hetim. Nuk e shmangni dot llogaridhënien. Si mund të vendosni ju se cilat janë interpelancat që do bëhen dhe cilat janë ato që nuk do bëhen, zoti kryetar? Në bazë të personit që do t'japi llogari apo skandalit, si mund ta bëni një gjë të tillë? Interpelancën e bëjnë në emër të 50.000 qytetarëve që na kanë votuar, zoti kryetar. Nuk keni mësuar me interpelanca që ju djegin, që flasin për çështje që s'flet askush. 2 vjet për një interpelancë, zoti kryetar. 6 muaj që kanë bërë kërkesën e fundit dhe ju e ishni fare nga programi. Sa më shpejt, zoti kryetar, kërkoj që të rivendoset në programin e punës dhe të vendoset në kalendarin e punimeve. Faleminderit.